Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton po shfrytëzon punimin e Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara për të takuar udhëheqësit e Kosovës dhe Serbisë në përpjekje për përgatitjen e bisedimeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, që u paralajmëruan pas miratimit të rezolutës së Bashkimit Evropian dhe Serbisë për Kosovën në Kombet e Bashkuara. Baronesha Ashton, e cila ka takuar kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi, ka theksuar se përmbajtja e bisedimeve do të duhet të përcaktohej nga palët. Prishtina thekson se me Beogradin mund bisedohet për çdo gjë përveç statusit dhe çështjeve të brendshme të Kosovës. Ndonse Beogradi kërkon që edhe statusi i Kosovës të jetë pjesë e bisedimeve, kryetari i Parlamentit të Kosovës Jakub Krasniqi theksoi sot se edhe qëndrimi i Serbisë tashmë është më i zbutur. Serbia së bashku me Unionin Evropian ose Bashkimin Evropian të ndoshta më shqip, ka sponsorizuar një rezolutë në Asamblenë e Përgjithshme dhe në mënyrë ose një tjetër është shpajtuar me opinionin pozitiv që ka dhënë Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë se shpallja e shtetit të pavarur së Kosovës të bie ndesh me ligjin ndërkombëtar, mendoj që kjo është e rëndësishme. Zoti Krasniqi thekson se çfarëdo bisedimesh politike do duhet të kishin edhe bekimin e Parlamentit, por sipas tij koha e bisedimeve të tilla ka kaluar. Analistët ndërkaq thonë se bisedimet në një farë mënyrë tashmë kanë filluar. Sipas analistit Agron Bajrami, kryeredaktorit të përditshme së Koha Ditore, ato po zhvillohen ndërmjet Brukselit dhe dyja palëve dhe është Brukseli ai që përcakton edhe formën e bisedimeve. Pak a shumë kemi kuptuar se agenda fillestare ka të bëjë me çështjet të cilat në Bruksel definohen si të lehta, të thënë ashtu, në kuptimin që nuk paraqesin cenim të vijave të kuqe që i ka Prishtina apo Beogradi në këtë moment. Mirë, po kjo nuk do të thotë se në një moment në të ardhmen nuk do të nxirren në tavolinën e diskutimit edhe çështjet të cilat momentalisht konsiderohen si të panegociueshme, si çështje që nuk bën të preken. Zoti Bajrami thotë se bisedimet nuk mund të zhvillohen duke tërhequr vija të kuqe nga të dyja palët. Ai thotë se në radhë të parë Kosova duhet të theksojë çështjet për të cilat dëshiron dhe ka nevojë të diskutojë me Serbinë. E para se gjithë është them shembull çështjen e të zhdukurve, apo çështjen e pengesave që i bën Serbia qoftë në kuptimin ekonomik apo në kuptimin e lëvizjes së lirë të mallrave dhe të njerëzve nga Kosova jashtë Kosovës nëpër Serbi dhe në botë. Mendoj se këto janë çështje të cilat qysh tash Kosova mund t'i definojë si tema të pashmangshme, e jo të flas për ato që nuk don të diskutoj, sepse çështja e statusit nuk është se vetëm Prishtina nuk do ta diskutoj. Statusi nuk vjet në diskutim as nga Bashkia Ndërkombëtare, as nga Bashkimi Evropian, madje të gjithë janë pajtimi se statusi nuk diskutohet. Veri i Kosovës është çështja që ngrihet më së shpeshti si temë e mundshme e bisedimeve të ardhshme, pavarësisht qëndrimit kundërshtues të Prishtinës. Zoti Bajrami thotë se qeveria e Prishtinës do duhet që çështjen e veriut të Kosovës ta diskutojë me serbët atjeshëm dhe jo me Beogradin. Sidoqoftë bisedimet pavarësisht se për cilat çështje do të zhvillohen janë të pashmangshme, ndërsa autoritetet evropiane po nguten në fillimin e tyre para se të dyja vendet të hyjnë në periudhat elektorale. Kosova planifikon zgjedhjet përgjithshme në vitin që vjen, ndërsa Beogradi në pjesën e parë të vitit 2012. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.